Pysh që ekskluzivisht Klodi e konfirmoj që ka pëlqim për Elionën. Për mu kjo ke deklarat bombë, i njëjti pak për para kësaj, tha që ka pas kontakt me të dashurën e vetë, e cila vazhdon të jetë të dashurë ati. Është i fejum asështë? Jo, së i fejum, ka të dashurë. A tha im fejum. Nuk e di. Po, motra vetë të shumë qka, po ajo është vësh i dashurë. Që ajo, po, motra vetë është faktorizu shumë në fakt. Dhe më thënë, Eliona e fejuara në Itali, edhe Benita, treshja. E me Benita i kam prish kapuqat. Gjelezon Klodina. Jes, për gjelezoj. Qa ki po ndër halal i koftë. Ska kur gjobër me konë halal këto? Jo, nësë më duket heq halal këtë. Heq halal. Po, okej, më falë një po përzina, po, me të pëlqy, kur je në një lidhe me dikë tjetër, tërhek dikush është shumë normale. Po, këtë regull është tepër normale. Jo, është shumë normale. Unë nuk po themi i përzi pas taj gjërat, po është normale se tërhiqesh nga dikush. Na njerëz jemi, dhe mos ta lujnë këtu njeri unë më të ndershëm as njoni dhe as tjetëri. Se pëlqejash, edhe ty të ndodhe dhe Agnesi, si ndodhe besoj krejtve në ndodhe. Në menaj që Klodi ka ditë shumë mirë se qa dojmë në populli, edhe sot që ka thonë që rritë jashtë edhe din ka mentalitetin shumë libero që ka. Prapë se prapë ka ditë shumë mirë se të populli që ka qef, pra më vetë të ceki që tha nuk më dasht me dalë në publik si kur njeri që të rathën, ndërku që pra me bo një të njëtin sen, që tha mbrami nga kontonate kina bo gjiro me lëndrimin edhe me të dashurën e vetë, ndërku pak para që sajna e tha që po është e vërtit që unë kam pëlqim për Elionën. Unë nuk mënoj as pak që është në regull të kesh pëlqim, është okej që të pëlqen dikush fizikisht, më të më konë një qik tjetër që mënët me të rejkë fizikisht, po me kryu afrimitet, që ka kryu afrimitet kë, me Elionën, më nuk më doget normali, se na jena prej mishi gjaku, po jena dhe pitruni, që truni mënëm... Hajdo, se mu prapë, po më duket që... Lodi nuk e tha që ka pëlqim dhe me ndonë që do të vazhdoj, po dhe kur është pyt në mes të projmeve, i ka cek arsyet pëse mundet mi pëlqy ma shumë Eliona. Klodi e tha shumë mirë arsyën pëse nuk kom gudzu me tregu për Elionën, sepse aty ka qenë duke garu. Edhe pikërisht që kë diskutimi ditë të sodit është arsyeja pëse Klodi e ka ditë që shka me pas impakt. Tashte, jetat bjen rrethana të ndryshme dhe ti i pranon që ato sfida. Big Brother, apo edhe gjdo sfid tjetër, apo edhe nështa një pun tjetër, cilë njerës të ri që të ndojnë edhe nështa kryon pëlqime të reja. Është shumë më e mbarë dhe më e ndershme me qenë i sinqert edhe me tregu. Këtë tregoj që me të dashurën e ti ka qenë, do me tonë, nervozume edhe jënë përlogja gjithë kohës, në mbram, do me tonë jënë, masi ka dalë që dihet. Tashti, nështë edhe për Klodi, nështë edhe Klodi ka kryu ndjenë ndaj Elionës, edhe nështë është e ndershme nëse ndohet me të dashurën ju nuk ka të mirë, po kjo asë një prekje nuk e ka pas. Veç pak është shumë i sinqert, veç pak është një raport shumë i sinqert, se nuk është rreqe fizike, këta raport fizik, raport intim, nuk kam pas njëni me tjetërin, do me tonë është një farloj connection që është kriju shumë emocionale me së tëne, dhe mu Klodi po mdo këtë nuk kanë kalu të ka jo pikë të pak. Unë menoj që zemra është për një, trupi është për një qenë. Nuk kemi sigur nëse besoj monogami. Gjithë se si du të me konë shumë i kjarë. Nuk nga po neve me besu monogami. Dhe ka ma. Ani kjo laf tjetër, po për më këtyte Klodi, menoj që është e sinqert, për janës mëni e mirë që ka është regu i sinqert. Por, në rast që kjo është i dashurum në të dashurun e vetë, nuk len hapsir për me kriju emocionet e kërkujt nuk kemi të drejt një gjykuna. Apo jemi të ja gjyku emocionet e njerit. Na që ta nuk do të me bo, veprimet, na i komentojmë. Kjo veprimet të gabushme nuk ka bo, veç është i sinqert për emocionet e veta. Nuk mënë me gjykuna, nëse nuk është për momentin të uni mas mirin bot me të dashurën e ti, sepse pi pëlqen edhe Eliona. është shumë i sinqert dhe djallje. Në këto aspekte se Eliona si ka thonë tonë kohën shpresa, me një loj forme, po, edhe me fjallë, po edhe me vepra, për shamu të jafru, të shku të shtrati, të e për qafë, se Eliona është një qikë shumë e rej, edhe më nëjnë që një femën përmi 30 vjeqare është pak ma probleme manipulu me ato loj afrimitetësh, mirë po një qikë që i ka 18-19 vjetë, është ma letë me... 19 i ka, veç po më duket, Eliona nuk manipulohet ashtë letë. është shumë shtirë mu manipulu Eliona, është tepër pjekuri emocionale, me kone pjek një femën, nuk mundet mu kone një sikur një femën që ka pas eksperienca jetësore
për 30 vjetë, edhe një qikë që i ka 20 vjetë, nuk ka shansa. Qysh është manipulu Elona?